Unë jam Paola, jam 25 vjeç dhe kam mbaruar për inxhinieri kompjuterike me nota ekselente. Gjithmonë kam dashur të vazhdoj masterin jashtë Shqipërisë, por nuk e kam pasur kurrë mundësinë, derisa para pak kohësh më konfirmua bursa për një nga universitetet më të mira të Gjermanisë. Teksa isha shumë entuziasmuar, babai im nuk e priti mirë. Ai më përmendi faktin që ai dhe mami tashmë janë drejt plakjes, dhe si fëmijë vetëm kam për detyrë që të kujdesem për to dhe të rri sa më pranë tyre. Ai tha se ka sakrifikuar shumë për rritjen time dhe tani është momenti që unë të shpërblej me prezencën time në Shqipëri. Çfarë do lloj gjëje që unë zgjedh, e di që do më ngeli peng gjithë jetën. Çfarë duhet të bëj? Pro është që të vazhdoj jetën jashtë Shqipërisë, të ikë me studime, dhe kundër është të qëndroj në Shqipëri. Tani ata fillojnë vajzat me qenë se janë janë në pakicë. Po, unë identifikojmë si çun, kështu që e një zgjese. Okej. Tani po që është i okej. Jepi Gjese. Tani, unë mendoj që jam shumë dakord njerëzve që thonë që shiko se ti një jetë ke, prindit duhet t'i ofrojnë më të mirën fëmijës tyre, më të mirën e mundshme, se duhet t'ikin në Gjermani, ajo duhet t'ikin në Gjermani, duhet të ndjeki rrugën që dëshiron, shkollën që dëshiron e të tjerë, por duhet të marr parasysh që lidhja shpirtërore është thjesht më shumë se fjalë. Mendoj që sakrificët që ka bërë prindit gjatë gjithë viteve për të arritur atë për ta shkolluar, ndoshta ka ardhur momenti që vajza t'ia kthej dhe mos t'i lej vetëm prindit këtu në Shqipëri, duke qenë se nuk kanë fëmijë të tjerë, motra vëllezër apo. Po, është fëmijë vetëm. Fëmijë vetëm, kështu që mendoj që është momenti që ti tregoj prindërve se sa vlerë ka pasur sakrificat e tyre. Ose që janë në kohë të bëjnë një fëmijë tjetër. Okej, kjo është debat, nuk e di. Është në, është mendimi i saj, ndoshta ata vërtet mund ta realizojnë një fëmijë tjetër, Artemisa. Unë kam pasur një eksperiencë të ngjashme me historinë e vajzës, ku më ka dalur një bursë pas mbarimit të gjimnazit për të bërë një për të vazhduar studimet e larta në Amerikë. Aso kohë zgjodha të mos shkoja sepse kisha shumë frikë që do largohesha larg familjes. Dhe pata një moment pendese dhe shkova që ta provoja dhe kur isha atje, kuptova që mungesa që unë kisha krijuar në familje, boshllëku që familja ime ndjente dhe unë e veja re gjithmonë kur ata merrnin telefon që mami rrinte gjatë gjithë kohës në dhomën time sepse e kishte marrë malli për mua, më bëri të kuptoja që asgjë në jetë nuk është më e rëndësishme se sa prania në familje, por këtu do doja të shtoja që një eksperiencë jashtë vetëm të rrit shumë. Dhe unë mendoj që vajza duhet të shkojë, ta provoj si eksperiencë, shkollimin jashtë dhe më pas studimeve të kthehet në Shqipëri sepse realisht familja ka gjithmonë nevojë për fëmijët. Jo, kam detur këtu sepse është shumë e rëndësishme që vajza ta provojë si eksperiencë sepse të rrit shumë personalisht dhe pas mbarimit të kësaj eksperiencë të kthehet. Nuk vetëm në shtëpi. Po prindit nuk janë të moshuar, pra mund ta mbajnë veten për aq kohë. Po patjetër, shiko, për 3 vite nuk është se është fundi i botës. Për se 3 vite do marrë shkollën, do gjej një punë, pra ideja është ajo do bëhet settle down aty, do jetoj atje. Unë që eksperiencën e shkollimit duhet ta vazhdoj sepse të rrit shumë dhe më pas të kthehet në Shqipëri. Pra jam e dyzuar, sepse jam gjithmonë dhe ana juaj dhe ana ime. Po, Jule. Rrin mes, rrin me Kostianin. Po, mes dori me Kostianin. Flori. Shiko, unë mendoj që janë sa mundësi në jetë, për shembull, kjo mundësia që ka patur djali që janë mundësi fajs. Sa të doj. Mos as Juli, ja djali ka patur. Ishte historia ime prandaj po që. Mundësia që ka patur janë sa mundësi të vinë një herë në jetë. E kupton në treni që kalon vetëm një herë dhe ti e kap ose jo dhe pastaj nuk vjen më ajo mundësia dy herë. A shkollimi nuk është në vjen me tren aty 10 minuta apo nuk dihet ta del më. Ishte ëndër aty ta kap atë bursën e kapi dhe mendoj që prindi e ka përgjegjësinë totale për të arritur një fëmijë deri kur ai bëhet gati për të dalë në jetë dhe kur del në jetë kthehet përgjegjësia te fëmia për ta kthyer tek prindja atë borxhin e vet, por nuk e si e kthen kur ti nuk ke asgjë në jetë. Atëherë po rrit 3 vite në Shqipëri, pa bërë shkollën. Jo, nuk sa mos e bëj shkollën. Ta bëj në Shqipëri shkollën, gjithë shkollë. Nuk është e njëjta shkollë. Nuk është e njëjta mundësi. Nuk merr gjendje profesion dhe nuk merr gjendje kualifikim. Andaj do flasë gjermanisht. Nuk është do flasë gjermanisht. Më fal, mund vetëm diçka se e tha dhe Gjesi, e tha dhe Flori. Nuk është borxh. Prindrit e kanë për detyrë kur e marrin parasysh të tjerë. Ka detyrime morale, por nuk është borxh sepse shkollimi i fillon
Por dhe i gjimnazit janë të detyrueshëm. Nga i moment e tutje, mund të konsiderohet të gjimnazit nga i familjes. Por është detyrim shkollimi në vitet e para të shkollimit. Për këtë e kisha. Është detyrim nga pse bëjnë gjithë. Ali, çka kanali ke parë për këtë gjë? Tani ju thoni, okay, Okay. do rri në Shqipëri. Do ikte në Gjermani apo jo? A është Gjermani? Po. Tani Gjermania nuk është fund bote, por vjen një herë muaj, një herë 2 muaj mund të vish. Pra ti nuk e harron fare. Po dhe një herë javë. Me pushime verore, a do të bësh Gjermani ta bësh ta bësh. Nuk është e njëjta mundësi. Ajo që do ofron Kjo që ka ndryshim, jo, tani një moment. Dhe se ka ndryshime kështu si dita me natën ka. Ajo që ofron jashtë, pas shkollës ti ke një punë gati. I bie që vajzat Po s'ka lidhje fare. Si që universiteti të ofron jashtë të ofron kurse. Okej, në një moment. Prandaj jemi në vendin e 500 në renditje. Se jemi Okej, Aldi, pastaj kalojmë te Benardi. Një moment. Shiko. Jeta si puzzle o Kostian. Është Xhan. Në fund ai puzzle plotësohet. Por këto pjesës të puzzle janë edukata, është shkolla, është morali, është tjetra. Në këtë puzzle është shkolla në këtë moment. Do me thënë, misioni i prindit është të krijojë një puzzle që është fëmia e vet, paralelizëm, Dhe pse misioni i prindit atë që t'i jap shkollën dhe t'i jap një mundësi të mirë. Tu marr parasysh se ato prind nuk ishin të moshuar, tha, ne do plakemi. Të gjithë do plakemi. Të gjithë po plakemi. Dita ditës po plakemi. Ne dhe i tash me ju po plakemi me këtë argument. Ne po plakemi. Dhe misioni i prindrit, besoj e keni ngjuar dhe në për familjet tuaja, ba çat jetë më mirë për ty çeta mendosh ti. Përderisa është burr, si sekond të gjes, unë do t'ju mësoj të flisni me radhë pa vërtet. Dhe unë mamin familjen tem mund të ketë një muaj e gjysmë si kam pas, se kam qenë i ngarkuar me punë shtunë e diele. Unë mund të isha edhe në Gjermani këtë periudhë. Përderisa si shoh, unë mund të isha edhe në Amerikë. A kupton? Ne largësinë e kena zgjedh. Ti po i del kundra për shembull një argumenti që këtu 80% e persona dhe ti po të isha akoma në Gram, tu do të ishe në Tiranë, ti po jeton për momentin këtë gjë. Ti po jeton për momentin këtë gjë. Ne që jena nga rrethet po e jetojmë këtë gjë. Ne zënes jena shkollë. Ne zënes nuk e shohim më gjë. Ndryshon shumë. Po si mund ta kushtosh grapritin? Si mund të një prind edukimin e fëmisë, shkollimin e fëmisë, sidomos me burrë, kujdo më mirë. Dhe ç'a ndodhi? Nuk është rikush. Pyetje nga Sava. Më fal, kjo vajzë do t'i vi një partner do t'i thoj, hey vajz, jam dashuruar me ty, do të martoj, do vish me mu, do jetojmë. Ç'a do t'i thoje? Do plakemi mos u marto apo sille kollovar burrin? Ç'a do bën? Mos kaloj, do dëgjoj pak Benardi. Një moment, jemi duke u shpërndar shumë, një moment. Tani do ta lej pa martues. Dëgjojmë pak Benardin dhe do kalojmë Ç'a ke për 3 vjet Benard. Faleminderit Kostian për fjalën. Me ndershëm. Shumë tani ajo që du të them unë është që familja thotë që unë kam sakrifikuar për ty. Ndërkohë që kur vjen momenti të sakrifikoj, po e ndalon. Dhe i thotë që unë kaq sakrifikova, tani sakrifikohet për mua. Po se vjen një limit që prindi nuk mund të pa. Prindi fundet më në një pikë. Po pra fundet më. Se do të thotë ajo bursa e ka vitin e parë, po për 3 vitet e tjera ç'do bëj? Çoj lek prindi me shtëpia. Deri në 18 vjeç ka të drejtë të të rrisi. Kupton? Ka detyrë të të rrisi. Dhe pastaj ti del një jetë vet. Në momentin që ti del një jetë vet, ai nuk do të thotë, hajde tani më mbaj mu. Ti ke detyrim moral ta mbash prindin, por nuk të detyron ty prindin. Po pa detyrim nuk ka. Dhe në momentin që ty të vjen, të përgjegjësia para, prindi sa bër për ty, do e bësh. Të mësosh Gjermanisht. Po çaj bie shkojmë 80 vjeç ne themi ha paçi po marr valizet po ikë se mosha 18. Prindi duhet sakrifikoj. Ky është momenti. Jo, pa vazhduti shkollën, pa mbaruar. Prindi, do të tjetër, si ka lindur që të shpallë. Prindi sakrificën e vet. Shiko, prindi sakrificën e vet ka munduar nga shtëpia 10 orë për të punuar dhe për të arritur. Tani është momenti i fëmijës të mungojë në shtëpi të rritet që të mundet të ndihmojë dhe familjen e tij. Po do të marr Shqipërinë. Edhe Shqipërinë, ka më fat në Gjermani. Ja një moment, të gjitha se nuk ka fol, Juli. Fare universitetin nisi punë aty ku diu me ndaj oficeria afër pa i zonin mbaj shtëpis deri një fabrikë pastaj vazhdoi shkollimin. Po familjen e vet ai apo ti Ti ç'a do bëje Juli po ti ishe në këtë? Ç'a do bëje ti konkretisht? Ti ke mbaruar për gazetari.
Okej, të del një Kam opsion. mbaruar fjalën e madhe. Je në tentative si për në mbari. Tani të del një mundësi për të punuar në Angli në BBC, ku di ju. Unë do shkoja, Qa do po gjë? zonë që duhet t'ikin. Për mirë, në këtë ti do shkoje, okej. Ti gazetarja tjetër. Kush e ka beur Julin sot? Unë nuk do shkoja, mos më pëlqen të sa jashtë, është më bëj tjetër, po edhe nëse do vendosa para përgjegjësisë, nëse mua prindim do ma thoshte, babi mamim do ma thonin këtë gjë, unë nuk do shkoja, sepse unë e di shumë mirë dhe kam qenë aty çdo ditë kur prindim ka shkuar 100 mëngjes të punë, ka ardhur orën 2 natës për të më ofruar mua kushte të mira, për mua para ka bërë. O Gjesi, kam një pyetje për Gjesin. Një sekond. Prindi im nuk më mos e vazhdo të shkollën, na mbajnë neve këtu te shtëpia ose punon dil bashkë se na më bëj bukur. Shkolla është për çfarë? Bëj këtu. Jo, pra. Po e di është ata pa para prindi. Nuk ti ke lënë të ke lënë fëmijë në Gjermani dhe po për prindrit. Te historia konkrete që quam, nuk është se thjesht doli një mundësi për Gjermani. Ishte ëndra e tij shkon në Gjermani për të bërë atë shkollë. Ishte bursë, doli bursa. Është ndërkohë. Bursa pra. Jo, i doli mundësia e jetës vet, ëndra e tij. Njeriu po nuk bëri ato që doni jetë, po nuk ndoqi ëndrrën e tij deri në fund, nuk është i plotësuar. Ai do rri në Shqipëri, do rri me prindrit, por nuk do të jetë kur të pasur shumë ëndra. Nuk është e Po kjo do të thotë automatikisht që fëmia nuk do duhet të realizojë vetëm për hir të familjes. Ëndra ka i prindrit vetëm në Shqipëri. Ti kur bëhesh me fëmijë, për këtë do kujdesesh? Për fëmijë. Po. Po çka ke? Ama dhe prindë mi do i lë, do i lë më shumë fatit. Do jetë do kujdesesh. Kam për një fëmijë. Për çfarë do kujdesesh për fëmijë? Që fëmia jot kujdeset për ty? Jo, po vi me kohën, vi me kohën. Se unë kemi një kohë që gjatë jam kujdesur Për çfarë do kujdesesh? Për çfarë? Për çfarë? Që të kthej kujdesin brap? Kthehet më, nuk është detyrim, nuk Po jo është më është parim. do kujdesesh që ai të dalin një jetë vetë. Po të dalin, Po trajtojnë për vetëm mitri kjo trira. O Gjes kam një pyetje. Që kur të bëjmë mund sa të vjeç më lër mua në rrugë. Po nuk do të lë, po nuk e detyron për ti. Me nartë kisha lënë që me vjeç. Po një moment me radhë. Vjeç Benardi. Ajo vazhdo shkon në Gjermani, e bë shkollën që donte gjithë jetën e Mund vi bonte. prap. Del ekselente, del një mundësi pune shumë e mirë, merr dhe prindi në Gjermani. Çfarë do thëmë ne pastaj? A do Ne po zona ata jetojnë në Gjermani. O Gjesi po e trajton si një marrëdhënie interesi dhe nuk është një marrëdhënie interesi, marrëdhënia O Gjes, kam një pyetje. Është marrëdhënie dashurie dhe ti do më të mirën e fëmijës tënd. Prindit do të lë ti e pash nuk i lë të prindit këtu në Shqipëri. O Gjes, a ka pas problem familja jote të bëj atë mision që bën? Po. E ke lënë misionin? Ja. Pse se le? Po se s'është muhabet që mund. Po nuk ka lidhje misioni. Është muhabet. Jo, ka të bëj. Po pra më ka rritur po. Se nuk e respekton si Unë në një moment i kam marrë te voli kam thënë, kështu këtë do ta bëj. Kemi rënë në një diskutim që jam akoma këtu. Ti ke zgjedh bosh ndonjëta. Po pra, ama kam qenë komunikim që kemi ulur, kemi diskutuar. Po patjetër. Okej, Po nuk e ke ndërprerë. dëgjojmë ta kalbi. Pse keni gjëra pyetje për A mund të kesh një pyetje për Julin? Juli e ka kuptuar shumë seriozisht. Je kuptum që Juli ka qasje që mos t'i kthej përgjigjet normale. Jo, nuk ka përgjigje gjithë. Okej, unë desha mja Se më bëj. Drejtoja shkon pyetjen eksplor natyra edhe- shkenca. Jo, është episodi tjetër, këtu jena te psikologu im, quhet episodi. Okej. Treqereku i botës i çon fëmijët për studim jashtë Gjesin, do ta çoj fëmijën e vet te Universiteti Kamzës që s'ka pa akoma. Nuk e fare. Po sigurisht edhe që Universiteti Kamzës të bujqësori, instituti domethënë. Mirë, Është i vetë që jeton jashtë. E pra, Okej. Vetëm në Shqipëri. Flori, gjem pa Flori. Është në renditjen botërore. Ka marrë misje. O, Universiteti i Tiranës. Mbyll Flori. Çdo kush në jetë do ta arrijë qëllimet e veta, të bëjë më të mirën e vet. Kjo mundësia që ka ardhur për atë ishte ëndra e tij më e mira që donte të bënte. Prindi në këtë rast, për fëmijën e vet mendon dhe do më të mirën dhe i thot, shkon diçe këtë. Dhe ai e merr parasysh që edhe do jetë larg, po edhe do kthehet, po dhe mund të krijojë një ardhmë më të mirë për veten dhe për familjen. Se familja më shkoj në Gjermani të jetoj, mund të krijohet një ardhmë që nuk e ka fare të parashikuar. Pra, ajo gjëja është diçka që duhet ta provoj. Se ndryshe kur le fëmijën tënd me një peng, edhe ti vetë plakesh me një peng që nuk është Nuk mirë. është pengë, se nuk i ku bërë shkollën në Gjermani, jo Flori. kishte Nuk ëndër. është pengë. Okej. Pengë po ta bënë kamës, po ta bënë kamës do ishte pengë shumë. Çoa mbaroj. Fillet Universiteti Kamzës. Është mendim i saj. Po jo, valla nuk ka shans, çai jeni. Koha mbaroj. Toni Ronin. Koha mbaroj. Edhe për Julin zgjon. Ke super argumente ti. Okej, e mbarojmë. Flori do të hapi kutin misterioze. Tani ke ndonjë ide ç'a mund të jetë tu brenda? Nuk kam kujtime shumë mira në kuti. Pse? A në vitë 10.000 euro tek hera fundi që u hap kjo kuti. Uroj që të kenë bakshishe për mua atë. Ja, Lex ka po. A ka kështu muzikë apo? Jo, nuk ka muzikë, po kemi kështu. Çeza. Okej, një zar. Më lër të ndihmoj.
Uri me Flori, pasi kalove sprovën, tani erdhi koha të shijosh pushtetin e qenërit debatues i javës. Sot ti ke mundësinë të kalosh një natë me 3 moldave. Flori! Kishte avantazhi e zgjodha personalisht. Fatin e njerit prej debatuesve. Ti do duhet të zgjedhësh një person që deri tani mendon që ka qenë jo i vërtet në mendimet dhe argumentet e tij. Pasi ta ke zgjedhur ai, person do duhet të rri i heshtur gjatë gjithë debatit fundit pa folur asnjë fjalë. Ja. Mendohu mirë, zgjedhja është e jotja. Dikush e Tani, ndjeu. Flori merr pak kohë. Marko. Me shkojnë Artemisës. Me që Gjesi tha që po pëlqente të isha komfort e divani dhe nuk e di a kishte vërtet mendimi. Sepse tha, Nuk e thash atë. jo, ti the debati fundit që Ta unë, gjojmë. familja ime nuk ndalon, por Jo, mua! Atëre, nuk e di se më. emri që ti thua është Gjesiana. Okej, pra Gjesiana, ja. nuk e ndron më? Okej. Ka Gjesiana, thot. në debatin e tretë të fare fundit, mirë. jo, dhe trishtu, ti duhet të qëndrosh Ma folur. Me thuj ti ma duhet vesh të qëndrosh e heshtur. Jo, e di, ka dhe diçka tjetër. Se e di që ajo do gjithmonë të flasë dhe ka sa mendime. Po e di pse Të haj për brenda që nuk flet dot. do ta haj shumë sepse është një nga temat që ajo vdes të flasi. Okej. Kështu që nuk e di sa thot. nuk e di sa gati është Gjesiana, Po thua jo, është pa por drejt. le të ndjekim historinë